Me fitimin që kanë njerëzit, një gjë shumë e vogël, simbolike, që jepet për ata kategori që Allahu xhallahu janë të gjithsej dhe i ka caktuar ato. Inshallah, një çton tjetër ne do ta gjejmë rastin, ti përmendim një nga një. Por kur nuk mund të ndahet adhurosi nga kjo botë, nga shoqëria, nga njerëzit ku jeton. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam normalisht kishte vendin e parë. Dhe kur kaloi prej kësaj jete, sa i përket pasurisë materiale, nuk la asgjë. Edhe i kopësht me hurma që kishte, që ja kishin dhuru, edhe ata e dhuroi, pak para se të kalonte prej kësaj jete. Kalon pas jetës vet disa xhybe, disa palto, disa veshje. Edhe njënën prej veshjeve të bile se la, se tha, masi unë të kaloj prej kësaj jete, do të vëj, tha, një prift. Edhe ai do bëhet musliman. Unë nuk do të jetoj, tha. Do vëj të kju, edhe e la njënën prej atyre që kishte, tha t'ja jepni atij. Edhe vërtet ndodhi, kur kaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk jam i qartë se sa ditë mbrapa, po diku një javë. Edhe sahabët ishin bashkë duke vajtuar, domethënë me ato zemrat e dobësume për shkak të ndarjes me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe vjen ky prifti dhe kishte marrë angazhim që të digjte Kur'anin, të digjte Injilin. Prifti krishterë ishte. Edhe kishte thonë që nëse do të gjejnë një faqe në Injil që flet për pejgamberin Muhammed alayhis salam, do ta djeg. Ditën e parë ka gjetë 4 faqe. I doj. Sa e hap ditën e dytë gjetë 8 tjera, ishin shtu. I doj. Ditën e tretë gjeti 16 fletë. Pra ky digj ato shtohu. Allahu xhallahu. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dinte çka për të ndodhur dhe i tha sahabët, do vënë, tha, priteni, përcilleni edhe jepni një nga këto. Edhe 3-4 ditë të shih ky si pa hallmo. Tha duhet me shku me Egjipt. Se pas ka ardhur, tha pejgamberi Muhamedi alayhis salam, pas ka ardhur, ishte nga larg. Quhej një prift jehudi në Sham që Teuratin e kishte knu, do të djeg çdo fije, ka thonë, Muhamedin ta ketë lavdëruar. Edhe vën me radhë, mësën e tonë, ditën e parë gjetë 4, 8, 16. Edhe mësani, ka pyeti persona dini që thot nga bje filan vend, Meka, ka mori persone, ka quati dhe ka shkuj, ka gjetë sahabët. Edhe ju ka dhënë selam. Thot nga je, kush je? Thot unë vën nga Shami. Shami është, domethënë, Siria e sotshme. Thot vën nga Shami, edhe do të atakoj, thot, ku është? O, i thonë ata, ne fillon me qatë gjithë. Na e ke qatë zemër, na e ka coptu, thot. Sepse ai thotë domethënë 3 ditë ose një javë që ka kaluar për kësaj jete, edhe ne thot bashkë jemi të hutum, thot, për çështjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai tha, edhe ai filloi me qa. Tha, në dinja, tha, masi s'qe kismet, ja Rabi, tha, u pjeksha në ahiret. Edhe duke qa ato në sejde, dha shpirtin. Po para se me e dërzu shpirtin, i tha, kini në i gjybet Resulit, sa ti marrë herë. Që di, e ka marrë atë gjybin e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, i ka marrë herë, e ka ngju herën e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka vesh, edhe aty ka ndru jetë. Fillon gjithë me qaj, kanë marrë, kanë varros, ama pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, i tregoj. Pra, Injili, me gjithë se i deviju, po kishte për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe, këta të shte marrën vendim që ne po e pranojmë për vete, po e pranojmë popullin, të hecin, ne s'po e pranojmë. Edhe i pjesë, kanë ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rreth 70 priftat të krishterë. E kanë një gjohë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pjesa më e madhe i ka besuar ditë, i pjesë nuk i kanë besuar.
Njerëzit i thoshte ju vazhdoni për shkakun e pasurisë, për shkakun e parisë, për shkakun e pushtetit që kishin, se mendoshin që po të hyjnë në Islam do t'i humbin gjithë. Allahu xhalla xhelaluhu rreth këtij ajeti edhe ne na tërheq vretin, duhet me pas kujdes thot, asnjëherë thot njerëzit me ju thonë edhe vetë mos me vepru. Pra një nga gjestet më të dobta, gjesti më i ulët në familje, kudo që jetë aty, bëj mirë, ndërsa vetë në krahu tjetër bën keq. Zbatoje këtë, në krahu tjetër vetë nuk e zbaton. Është një nga gjestet më të këqija, pra këtë gjeste kishin edhe priftat e asaj kohë, të cilët njerëzve t'ju dhanë leje, bani musliman thënë, se feja islame është e mirë, ama ne s'po hyjmë thënë. Pra nuk ishte rrezik prej Zotit xhelle xhelaluhu. Edhe Allahu xhelle xhelaluhu thotë bini në ruku me ata që bini në ruku. Domethënë ka për qëllim masi të hyni në namaz, masi të jepni zakatin, mos u përçani thotë. Faluni mbas imamit. Kur bin gjithë në ruku, edhe ju bini në ruku. Domethënë, atyre ju thotë jehudive, zbatoni atë falje që po zbatojnë musliman, por edhe neve na thotë, shiko, zbatoni atë falje, edhe faluni të gjithë bashkë, siç bin njerëzit në ruku, siç bin njerëzit në sejdë, ashtu bini edhe ju në sejdë, që Allahu të na falë e të na mëshirojë. Zoti na mëshiroft inshallah. Na boft kujdesshëm.